Përfaqësuese të organizatës jo qeveritare Medika Kosova, të mbështetura nga donator nga Suedia, hapën një ekspozit me vizatime të punuara nga gratë e moshës së tretë. Aty u pa qartë shpirti i tyre i lënduar dhe shpresa për jetë. Drejtoresha ekzekutive e kësaj organizate u shpreh e lumtur se këto gra po integrohen kaq mirë me anë të kësaj ekspozite. Nuk janë punë e profesionistëve, po megjithatë reflektojnë shumë qartë emocionet, ndjenjat dhe tregojnë imazhin e gruas në rrethana lufte, posaçërisht atyre që kanë mbijetuar dhunime gjatë luftës dhe pasojat që janë patur pas kësaj lufte edhe në kohën e paqes. E pranishme ishte edhe kryetarja e komunës Mimoza Kusari Lila, ku tha se çdo herë do të përkrahim iniciativa të tilla. Krejt historia e komunës Gjakovës nuk mund të thuhet se përshkruhet shumë lehtë. Jam shumë e kënaqur që një pjesë e historisë sonë jo të lehtë, të dhimbshme, është i prezantuar në këto piktura. Unë i falenderoj nga zemra si kryetare komunës, organizatën Kthina të Kthina, Postën e Suedisë, për mbështetjen që e ka dhënë, mbështetjen substanciale. Kjo është shumë përmbajtësore, se ka liru shpirtin e atyre grave që ndjejnë dhimbje, vuajtje dhe i ka bërë që ajo dhimbje dhe vuajtje të ndahet me tjera. Ndërkaq, donatorja e këtij projekti u shpreh se po e sheh që kanë investuar me vend. E dim se edhe burrat edhe gratë kanë pasur vuajtje gjatë luftës në Kosovë, andaj është shumë mirë që u realizua ky projekt për të shprehur ato përmes artit. E 12 autoret e kësaj ekspozite u shprehen se mendimen e terapeutës së artit Flutur Kumnova arritën të shprehin shpirtin e brendshëm të tyre përmes ngjyrave. Dhe këtë ta tregoj krejt botës se sa ka hek femna shqiptare, sa vujtjet i ka pas, por prap tash po mundom të gjojmë një dritë diku. Ekspozita do të shndrojë hapur disa ditë në fuajen e Pallatit të Kulturës Asim Bokshi në Gjakovë.